Aktori dhe shkrimtari i njohur Çun Lajçi ka reaguar përmes një postimi të gjatë në Facebook lidhur me situatën politike në Kosovë dhe mungesën e konsensusit për zgjedhjen e presidentit, duke kritikuar ashpër klasën politike dhe klimën e përçarjes. Në reagimin e tij, Lajçi u bën thirrje politikanëve dhe qytetarëve që të shmangin konfliktet mes tyre dhe të reflektojnë mbi vetveten. Mos e luftoni njëri tjetrin se kjo s'është luftë për atë, por një përleshje egosh që ushqehet me mlef. Luftoni vetveten, se aty fillon e keqja, në zemrën që nuk e njeh masën, në mendjen që nuk e njeh dritën, shpreh ai. Mëtej, Lajçi thekson se ndjenjat negative si zilia dhe lakmia po e rrësojnë gjykimin dhe po dëmtojnë vendin. Kur zilia ju mbulon syt si mjegull e rënd dhe lakmia ju vlon si kazan pafund, atëherë ju nuk e shihni më as Kosovën, as veten, por veç një hije që ju ndjek e ju tret. Sipas tij, kjo gjendje po reflektohet drejt për drejt në stanjimin institucional dhe në mungesën e përgjegjësisë politike. E tu e shterr vetveten, po e shterni edhe këtë dhe, e tu e lodh shpirtin tuaj, po ja shterni frymën edhe këtij vendi. Lajçi gjithashtu kërkon hapje dhe dialog, duke u bërë thirrje që të dëgjohet edhe zëri atyre që nuk janë të rreshtuar politikisht. Hapni shtigjet, mos i mbyllni rrugët me inate e heshtje të rënda, lëreni me kalu dhe zani atyne që s'janë as me ju as me Kurtin, por janë me këtë tokë që nuk flet por pret. Në vijim ai kujton sakrificat historike të vendit dhe paralajmëron për pasojat e mosveprimit. Se kjo tokë ka kujtesë, ajo nuk harron gjakun që e lau, as gjymtyrët që mbetën rrugëve të lirisë, as jetët që u falën pa kthim, për me e pa një ditë këtë vend në dritë. Në pjesën më të drejtë për drejtë e reagimit ai kritikon mungesën e një emri për president dhe i drejtohet kryeministrit Albin Kurti me këto fjalë: "E ju sot rrahni gjoksin për dashnin ndaj Kosovës, por s'po jepni asnjë emër për president. Pse kjo varfëni guximi? Pse kjo pasuni heshtjeje? E ti Albin që fitove bindshëm me çdo zgjedhje të parakohshme, pse nuk po lëshon pe? Pse nuk falti diçka për me fitue diçka më të madhe? Pse s'bën marrëveshje për një president?" Në fund, Lajçi shpreh zhgënjimin e qytetarëve dhe lodhjen e përgjithshme shoqërore nga politika. "Na jemi lodh, jo veç prej jush, por edhe prej vetes që ju kemi durue. Kosova është lodh, e lodhja e saj nuk bërtet, ajo hesht", shkruan ai. Postimi i tij ka nxitur reagime të shumta në rrjetet sociale, duke rikthyer në vëmendje debatet mbi krizën politike dhe nevojën për konsensus institucional në vend.